parashikoj çdo gjë sot përveç se festa. Po sepse duhet zgjuar. Këto janë rregullat e lojës. Bën filmove! Trego me gisht personin që do të largojë i ose e para nga Andale, po t'i vinte një ofertë më e mirë. Fatosi. Sa më shumë? Atër, Kristo, Po kuptoj që ka fatosi më shumë. unë do e pi, po do them që keni një perceptim komplet të gabuar. Okej. Andale. Trego me gisht personin që nuk merr vlerësimin që meriton. Edhe unë mendoj, same. Same. Ashtu që sa dhe Julia. Kush ka më shumë gishta? Sa ka Juli? Juli ka 4. talentuar. Thank you. Doli, A që tha duhet pive pak, ka pive shumë. Të rëbu. A mi dërë në fund o gro? hajde Juli. Trego me gisht personin më sekretiv të vilës që fshe më shumë se sa tregon. Oh, absolutisht! Absolutisht! Një dhe i vetë një Kostiani! Ne nuk dim asgjë për jetën e Kostiani! E zë keni kur! Ne nuk dim asgjë për jetën e Kostiani! Me fund! Trego me gisht personin me transformimin më të madh, jo për mirë që nga fillimi. Ka me thonë, më do që ka rënë njëri në familje. Ore, gjithë Edhe mos ka. Kush e ka tani? Veç Flori ka trandus. Flori? Për Florin jemi ju? Po. Po pse me donë shumë? Okej. Kështë dhe të fotoja. Okej, Flori. Me sportin. Kera se s'geftu mua të sportit. Atëherë, trego me gisht personin që nuk do t'i besoje kur një sekret, përveç Dalina. Nuk ju them është shpuar! Më zor shpuar. A i dhe ato që nuk i di. Nuk ju them do gjë se e keni shumë drejt. Dhe ato që nuk i di, pa sigur i di. Trego me gisht personin që flet më shumë brapa krave. 3, 2, 1. Brapa krave. What damn! E fata. A di dhe gjë. E fare dhe brapa. Trego me gisht personin pa të cilin WTF-ja nuk ka kuptim. Artemisën. Po nuk lejohet vetë. Fatosi, duhet të them vetën, jam me vetë akoma aty. Ata që qyr ka vija. Sekonde, jo, me thënë vetën. Është për WTF. Po jap ty vota. Hajde Fatos, pije. Se unë ka më shumë. Ti ke më shumë, pije. A si bën modezi. Po, I bebi që del të social atje. Trego me gisht personin që ka më shumë komplekse në vilë. 3, 2, 1. Më falë, do të ndrej. Pusha. Isë kur para. Artemisa më Ti shumë. saja. Po thuj një kompleks që ka mu, një kompleks. O, Flori. Edhe gente në gishtet e ty. Okej, mi se ka më shumë. Okej, Hajde, nisi, me na. qënë se po e thoni, po, ja. kam kompleks profili. Gjithë profilin pas keni ju? Çat keni kompleks pijeni tani. Trego me gisht personin më pak bashkëpunues të vilës. Zëma thuj Fatosi. Për kë ka më shumë? Fakti që emisioni jota kohet për ty, të regon. Fatos pije, fatos. Asnjëri nga ata s'më votoj mua. Jo, jo. Ja. Pija ke. Kështu që shiko gishtat Flori. Pas keni Po, ardhur ja. festën e duhur. Opa, kujdes. Ma e vetën, ma. Trego me gisht personin që mendon se ka më shumë potencial se sa ka treguar deri tani. 3, 2, 1. Juli. Po qara, po cea. Kush ka më shumë? Për kë jeti? Gjesi ka më shumë. Gjesi bie. Are Gjesi. Gjesi, show that potential. Brapa, tregoj venin. Trego me gisht personin që flirton më shumë. Flori. Aldi, bjemrin nga gjoka duhet ta bësh Ald Hamshori. What's camera? Hajde të hamshor! Trego me gisht personin që mendon se puf më mirë.
Just Muga është tërë femre. Nuk e tim, kështu që... Na ka pu xheti ti. Just I'm sorry. I'm sorry, I beat it. Ndryshoj username-in tani. Jo, duhet të jetonte në një qytet që quhet Hamshor. E filmo po. Trego me gisht drama queenin ose drama kingun e vilës. Okej, Ua, nga sherryn, po. por kjo nuk do të thotë që ju s'mo bini në qaf. Ma jep të pi. Para 10 minuta me rrinte pa fort. Raki. Piraki e Këndoj për ty. Svendi tjetër. Trego me gisht gënjeshtarin më të mirë. Si më të mirë. Kush është mastrus i patentuar? Sepse unë mendoj që ai gënjen. E ka kështu të veten që gënjen. Fish për këtë pyetje duhet të pish ty. Duhet të pish ty. Po ti. Jo, jepi ty. Mirë gjithë që ma drejtojnë gishtit, po ti? Unë jam Kush ka sinqert. mashtru më? Unë jam sinqert, hajde gëzuar. Hajde gëzuar. bëj si burra. Po pa, hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Uri me çift. E po, të vriska kur tho ka shoqënia mashtru. Ore manipulues për mirë për situata të bardha. Shumë mirë. Ato që duhet. Trego me gisht personin që fishet më keq. Por sot e vesh mirë, sot e vesh mirë. Shiqyr se s'pa që rapet e mjetë bardha, në këtë të zejë. Trego me gisht personin që spionon më shumë te Bora / drejtoreshën e prodhimit. Yeah. Basti, basti. Jam i kemi pa me sytan kur çon foto. Është desin, pa? Tregoni me gisht personin që edhe nëse do të bëhej milioner, do të kërkonte t'i ndahej fatura. Ato Trego me gisht personin që do të jetë single edhe pas 10 vitesh. Prap gjithë! Ajde, deo sonte. Hajde, bek. Zemra, Jepi e detin. Pa me vazhdu vetë qa kjo shqeqeri. Pa manual 2050, Gjesi prapë nesër. Ndërsa për pyetjen e fundit besoj që do jemi të gjithë dakord unanimisht. Trego me gisht personin të cilit nuk do t'ja besoje kur telefonit të pash bllokuar. Kristiana, do ta tregosh historinë? Rika, se sa puna me pison do e pipo. A FDC ka mundësi që ti merr sa herë të bie në dorë një telefon i pash bllokuar e merr futesh në një telefon? Ore, e di, po për që ma drejto gishtë në vlam? Në një situatë ku kanë drejtu gishtin 100 vetë atjerë, gocë me cilët ti bë programe ta ka drejtu gishtin, e drejtoj dhe unë, Ore. dhe ti e di këllë ushtrimin tim për atë gjë, nuk po ta them sot për herë të parë. Ore, tash i kuptoj edhe ti o burë se thonë që Flori shoku i Alti ti drejtoj gishtin, po jo përse ato ju bën qefi aty në më vë, po sa puna aty. Kjo me Florin dhe me Aldin është sikur unë dhe Fatosi. Ndoshta Flori me vërtet ëndërron dhe don suksesin që ka Alti. Po jo tani. Qa keni, ma? Keni gjysore që diskutu. s'jeni brënda. Po qa po diskutojnë? Diskutu se tash aty thot kush është më i privilegjumi këtu drejtim gishti Flor. Kam dhe një pyetje për Florin, pse mendon vetëm Aldi? Se dhe ti je pak sa i favorizuar, siç ka bërë Aldi emision me të gjithë starsat, edhe ti mos harro sportin me të gjithë starsat e bëre. Hall njeri ka unë. seriozisht me Po jo më sa puna ti, ore sa tema kur diskutim po bëjmë tjerë dhe Unë sa. mendoj që Flori ka të drejtë, edhe unë, që je pak më i favorizuar nga
Po, unë e thashë, Okej. do shta meriton E mendon, favorizimi që e ka, mendon. që ka performu për të lloj favorizimi. Të vret kur ta bësh shoqënia, kur ta bëj njerëz që i ke më të afër, një që kam emisionin, ti që kam shoh. Po tash jemi fjalë mashtru. Ne kemi një emision 1 minutë bashkë, Kristal, 10 nuk hedh sekond. poshtë 1 mendimin sekond. tim që kam për ty. Mendimi që jota ti je mashtrues. favorizuari. Ma favorizuar, Po, ma je thot ti. manipulator, je manipulator. Jam mashtrues unë, Je, po, mashtrues, gënjen, gënjeshtar unë. gënjen. Bravo, shumë hodhe poshtë. Nga shoku të vretë vëlla. Sa do mire, ke stojnë tjerë shifun diku Flori. Bisedë që kemi fol para. A e bërën do shaka dhe ti kush Po tashi, ne duhet me Dhe Flori Barcelona. Ndonjëherë, një grup duket më i bashkuar pikërisht para se të fillojë të përçahet. Mjafton një gisht i drejtuar në vendin e gabuar dhe papritur, 3 veta ka nevojë për një sqarim privat. Diku tjetër, një foto bëhet me buzëqeshje, ndërsa mendimet që nuk kap kamera bëjnë shumë më tepër zhurmë. Dhe si për të mos mbetur pas, një tjetër aleancë po zbulon se edhe njerëzit që janë në të njëjtën anë mund të mos jenë gjithmonë dakord. S'do ju ftoj në dasë. Jesi, ajo që e vërtet. Jo fatos. Ke qenë ti dëshmitar. A që me qenë duke foli për Kienzën dhe sa unë do bëj fallë diçka. O çes pas se o çes do temon ty më bëj surprizë, do ta bësh ta menosh si e shoqja ime. Shkonja bën Erose i çiko, shkonja bën Emës, Emës i merr vin. Son djerë si unë, sot? Dhe ma le të thot që do një ka me heq vizën me. Ai thjesht i ka vu vizën vetes me këto veprime që ka bërë, që tregojnë që thjesht është xheloz. Do thënë, ka menduar gjithmonë që e kam pas shumë shok të afërt dhe ma ka dashur mirën, po me këto gjeste që ka bërë thjesht, okay, paska qenë thjesht smira e brendshme. Qa vizë ke ishti parë sot, duke pas vizë herë, që është ku ke pas vizë herë kjo është kjo. Ko tash, çka ke bërë ti? Çka ke bërë ti që e van me mua? Çka ke bërë që e van me mua zotëri? Çka ke bërë fare sot? Çka ke bërë? Pastaj tu dhe poshtë, po desi ti çohesh, po me ke butën e ngop pastaj rriti. Unë jam shit për herë për ty dhe për këtë doktor. Për ty dhe për këtë doktor, me çfarë na ka të vizë? Ta vëno sy vizë për para. Ta vëno sy vizë për para. Se të vini na. Ju nuk zoni të për shokun tuaj. Ju nuk zoni të për shokun tuaj dalin poshtë, e kupton? Nuk thoni një falim, një bravo, dhe se asë që nuk thoni, asë shkoni ankojnë, shkoni mail-e sur ati. Desi gjithmonë mërzitet kur të tjerët ja kthejnë të njëjtë monedhë siç bëra unë. A më bëri koment për programin tim? Dhe unë i bëra koment për programin e tij. Ç'të keq e ka këtu? Për shoshëri, ti për shoshëri, kur do ti dhe të karma ti të hedh poshtë në qindën e sekondë tua je një. Ti e shpërë. Do të shikoj ka. Egoisti, ti egoist, shpirtëtar. Poshtë me gjithë të O jam mundu për ju, o ju kam. poshtë me gjithë të gjithë të shpas për mos. Sema, o ju kam një mjua, si e ma? Kush të më një për ditë ty, sora? Kush të bëj? 100 euro sora, da 100 euro. Sa ta dos. Me 100 euro vjen. Shumë shumë për me Dy intrigandat më të mëdhenj të kësaj vile po përplasen me njëri tjetrën. Se s'po i shkojnë më intrigat, nuk janë në të njëjtin drejtim, secili po shet tani interesin e vet. Tu ke gjithë e dini se kena shkrujt disa fashëteme të vilës, tash është momenti më. Gënjen. Lesh fashëteme. Edhe të rënda. Ta shohim se sa ju keni ti thoni dhe ndoshta do ti pranoni vetë ç'i ka thënë. Desha shfrytëzosh edhe rastin se gjithë kishin ardhur ditëlinje, na i god do ta kenë pi dhe thash le të nxjerrin ato sekrete që në rrethana normale nuk do t'i kishin nxjerr. Dikush do rikthehet tot dikush. Kush mendon se do rikthehet? Ua, kush do rikthehet? Dikur të rikthehet. Iko. Prit, dikush do rikthehet. Ku do rikthehet në punë? Jo, shpirt njët. Kam pasur fiksim gjithmonë dikën e vit, por personin e fjalë me vërtet se pëlqen Kristo. Po pra je ti që i vërtet. Jam unë që i vërtet. Je ti që i vërtet. Ti që i vërtet. Do me thënë një golf ka pëlqim për ty për ti. Unë i vërtet. Si mund ta bëjmë gjë kaq Alti ti. Jo. Është tjetër kuptim, ajo thotë që Ja, është me thënë që e shoh si shok
E ka shkruajt kam fiksim, ape nu dhe e ka shkruajt e kam pasur sipër. O ta ndaj mendin Kush do t'i daj për zot Kush do e thot? Kush ka shumë buxhet? Një sekond, ti heqi opsionet me radhë. Kemi Xhesin. Ka pas Xhesi Gjermaldi. Nisi s'besoj se Gjermaldi. Ngelin, ju as Juli s'besoj. Ngel, Kristo, a do më dëgjoni? Kristo Kristiana. Kristo, Ko ta them? Kristiana. Që ka shkruar rrugë. Po prit për nga opsionet, Kristo, Kristiana, Ema. Një minuta, ata E ka thekin se kujti për ta. Aldi vetëm zemra. E ka kujti. Aldi vetëm Aldi ka formuluar. Ta thoja je që e ka shkruajtur. Fjali mungesore. shkruar ndoshta kur gjithë ai me e them po këtë se kam shkruar unë. Unë për tas i për tas vetëm Emës edhe Xhesi. Tema Në momentin që ju keni shkruar komentet, unë nuk kam qenë pjesë dhe nuk di se çfarë është bërë. Nuk kam shkruar asnjë. Është i për të mbrojtur veten time. Pjesa e parë nuk po kafë me të dytën, unë nuk po mendoj që ti pëlqen Kristo. O vlla, kush e ka shkruajt pra? Unë s'e që ti pëlqen Kristollin pra. Kesiana do jetë Kristolli është xheloze në maksimum. Si? Ore Kesiana do jetë. Do jetë Kristolli është xheloze në maksimum. Kristiana do jetën e Kristit. Xheloze në maksimum. Do jetë. Kesiana do jetën e Kristit është xheloze në maksimum. Jetën, do jetën e Kristit. Pra do që ta vrasi dhe do t'ja marrë jetën or cila rast. Ora do mi dal kush për zot. Pra pas ka njerëz që realisht e ndojnë kështu gjë? Kosiani duket tip çere Kosian. Nuk jam të dasore. Kisiana edhe shumë bukur, po e di që e keme mu, po ky nuk është shkrimi im. Edhe unë për ta vërtetuar, kur dali ajo gjëja që kam shkruar unë, do e them, nuk është shkrimi im. Po një Realisht. treve o burr ju sigurisht pas ka ngrënë bukën, pas ka farë shkush. Nuk e di, Kesiana shumë e fortë. për kënga të tre e ke, po unë nëse kam shkruar këtë. Fajsova Fatosin, Artemisën, Kostianin, duke qenë se kohët e fundit me ata kam pasur më shumë debate se me të tjerët. Kështu që letrën Maja dhe Gjeja. Po, do e them atë që kam shkruar. Okej, Fatosi ka që ta pranoj atë që ka shkruar te. Unë mendoj që njerëzit duhet ta pranojnë rreth parë kush e ka shkruar dhe e dyta Kristiana duhet të shqetësohesh ti më shumë shpirt pse e ka shkruar ky personi këtë gjë. Jo të pyet tek vetë një herë pse e thos njerëzit të për ty. Pikërisht, mos ata njerëz gjatë gjatë ti, se si janë dhe s'kam nerva dhe Se ka shkruajt të njerëz negativa, po se ka shkruajt mani përgjithësi këtu. Unë nuk kam thënë. Këtu e gjeti pikërisht te linja ime. Nuk kam thënë. Ke drejtë, më do kaloj vetë tjetra. Ka marr vesh që dikush ka marr ftesë për një reality show. Kjo unë thot nga kush do. Duket ta bi fare. Këtë mund ta thotë realisht kushdo. Nuk po duket ta bi fare. Shiko që ka ndodhur te kjo letër unë kam lënë një shenjë. E kam përthyr këtë dhe ja kam dhënë atij personit. Kështu që unë e di kush është mirë. Ha, kush është? Sepse shifësia kam lënë shifësia. Ky është interesante ta di. Nuk ka, nuk ka. Ai se tigër se ka Nis me radh Flori. Ore, më dëgjoj. A jap një moment, para se kalosh. Ne jemi një format që shihet, klikohet dhe mendoj që gjithë ne po marrim ftesë për një reality, nuk ka fare çudi. Mund të jesh ti. Po mo do lidhe andale. Pra do iqi dorë. Ti nuk po thot që do ala, thot thjesht që ka marrë ftera. Se e bën një big deal, s'ka fare big deal. Do të jesh tan pesnesh? I pije që s'ka ici. Po pra. Ose do t'ikës, s'ka nisë. Erdhi kohë. Kalojmë te tjetra. Dy persona në vil janë puthur, por nuk janë qetë. Në buz. Në buz. Dy persona në vil janë puthur në buz, por nuk janë qetë. Pas ka plas çokolata dhe se kemi ditur. Mos si edhe fshek pas. Tani bie që dikush e di që ka shkruajt. Po pra njëri. Pra pas ka qenë Pas ka qenë një tret. Tre vetë. Kush do mi dal për zot saj dhe ta thoj, si burrat, kush është burr ose gruta maj përsi. Po më ja di si me aludime për shkak. Nisa për shembull, ku gjashti Genti, me radh. Kush menon se apo? Që keni shumë të rrezikshëm. Që keni shumë të rrezikshëm. Unë nuk kam qenë te loja, po thjesht po aludoj. A je ti Që kam apo. A je ti ata që ke puth? Jo. Nuk je. A e shoj. Je ti emra vëlla, dy emra. Aldi. Aldi, nuk e di Aldi më këtu, Aldi është shumë i rrezikshëm. Jam shumë i rrezikshëm. Se bëjmë. Po jo me ne. Se ndoshta është dikush po qesh, unë qesh, po vërtet i rrezikshëm. Fatos, kush menon që ka puth? S'u ta shoh një herë, s'u ta lez.
Ta shkrimin. Merrem me informacionet e Ka lënë buzët ajo. Atëherë, Në zemrën fund. atëherë, Kristian e dashur ky është shkrimi im dhe kujdes kur ja hedh letrat të tjerëve. Ja, e pranoj ju. Ana tregota. Se mendon ti që mendoj unë që ti të përfil nuk është e vërtet e shpirt. Nuk është e vërtet. Kush janë ata që janë pusur? Kush janë ata që janë pusur? Po s'kam se ta them. S'kam se ta them fare. Hajde, ulen kurin, ju luat me kurin. Fatos, ai det për zona si del. Çoje si burra. Okej. Okej, ti çoj deri në fund. O Fatos, çoje si burra të Fatos. Ka e çope, çoje Dy persona janë pusur dhe nuk janë çift. Ço doni? Ana e parë me çite. Ke parë. E kam parë me sytë mi. O zemra lexoni dhomën, do ja them mua. Lexoni dhomën. Artemisa s'poshte. Artemisa si marrë shkeshën ti. Artemisa Hajde. Kam ndjenja për Aldi. Se i herë më thot është kjo, i herë më thot është e tjetra, i herë i bërë të Aldi. Po kjo janë 100% ti pra e vdekme. Ktu s'ka vaj, s'ka ndjenja për të sigurt në ndjenja, shife, pas ka zgarravinja 5-6 herë. Ka ngatru fontet e shkrimit ky që mos kuptonin shkrimin e tij, ka ngatru fontet. Kush kundi pika? Jo, edhe kjo është garravinja, kam ndjenja për a shkujt edhe a shgarravit. Kjo letra seriozisht nuk jeni. Se kështu bën për gjitha ti po lexoje. Unë dita që dy vajza hiqin si besti, por flasin prapa krave për njëra tjera. I pas kanë nxjerr gjitha sheshin. Kristiana s'themi dot ato nuk është e hiqen. Po pra, janë tamam shoqë mbushta. Se ti mund mendja mbajti direkt te Artemisa me Xhesin. Edhe më direkt mbajti. Nga ndodhit e fundit me thënë drejtë. Ndoshta ka konflikte që keni pasur kohët e fundit. Edhe pjesa shkumës rojës, për shembull, ishte një moment që e tregoj. Edhe dhe letrat e me letrat, po. Shkumarrojës në marrëdhënien tonë ishte pika më e rëndë. Kishte asgjë tjetër më. Ajo ishte Artemisa. Jo, nuk ishte e rëndë fakti që të dilje flisje, më pëlqej kalamar, shpirt, jeti që shkon bashkë me këta të tre, hapni atje qeshti gajasës. Artemisa s'meriton ti drejtë të shoqëria jote. Nuk që aty u kre shoqëria jote. Kaq. Ti shkon në flet me Gjakon, do ta bëj prap ka kilon me shkumroje. Prap do ta bëj. Prap do ta bëj. Më ti ikesh përndaj fotot e mia në plazhe. Një sekond. Adel njëri për zot ta tregoj kush e ka shkruar këtë për besti? Unë. Ti. Po normal se ka shku Xhesi, ka shatë ai, normal. Po kam shku në jetë të Xhesi. Dhe Kostiani Je sigurt? Je sigurt? Ama. Je sigurt? Dhe fote për qeshje. Ke Kostian po më ishit informatë se ka Artemisa. Tek Voice thonë të vërtet, Artemisa ka 3 muaj që të përdasë nuk vjen. Ke përqeshur. Ke përqeshur më mërë. Ti vajti bëri gjitha të dëmë për e tjilë që ishte prega. Që po për me që ishte 10 milion lek dëmë bëra me shkarë. Kaja, por e dëmë. Jeni aq boring. Unë jam gati të zëngjume me të drejtën. Unë këtë thjesht e shkujta për të nxitit çik. Për të nxota. Jo, Kristiana me sa mje e di që shumë mje se mendon. Kto mendoj që të dy gocët janë shumë suksesshme. Unë këtë thjesht e shkujta për të nxitur. Ja, desi. I nxita u zoom tash. Por sa ligësi është që edhe nëse do ishte e tillë, t'ja bëj një njeriu që para se të nizeshin kamerat, po haje, po pije, po qeshje, po përqafoheshe, po bëje video. E lënduar, pa, e zhgënjur shumë. Por ndoshta edhe për fajin tim që nuk po marr mësimin që ata të cilët të paktën unë i quaj miqtë e mi, po dalin në fund armiqtë e mi. Do shkosh prap te miku. Të lutem. Prap te miku ja di vjetë. Kristiana, hajde këtu moj. Hajde këtu moj. Sama usus. Zot prej loj. Të bëjmë njeriu kështu po një loj. Por pse i bëjmë kaq dramatike ti të sot? Këtë pishinë ta quaj pishina e përballjeve. Kështu që dy sirenat e para do të jenë
Gjesi dhe Artemisa, keni vetëm 2 minuta kohë për t'i thënë njëra tjetrës Jo e pritshme. ato çfarë ka mbetur. Ka dëgjuar një viletër që ti më ke përqeshur, si shoqe në asnjë moment kur këta më kanë sharë gjasme për shaka, ti nuk e kundërshtuar, ke qeshur, që do të thot dhe qeshja është pohim, pastaj thua e bën atë dramën e asaj shku mostroje si kur qa ishte. Ajo ishte një gjë edhe për të të treguar që ke bërë gabim, po dhe për të të mos të dëmtuar ty, sepse 3.000 lek lavazh ishte. Atë që po bën ti që unë të kam dëmtuar makina. 5.000 lavazh. Dhe 7.000 sa është, edhe mbi të gjitha, që pastaj shpërndave fotot e mia mirë në të gjithë vilën, po i ndorën dhe në për oborret e lagjes. Mbarove? Mbarova. Okej, tani e fillojmë nga fillimi. E parë është që nuk kuptosh ishte një prank për gjithë vilën. Duhet ta kuptosh, sepse qëllimi jon ishte që nëse thonim ty më përpara, nuk do e mbaj lojë deri në fund dhe njerëzit nuk do e besonin që ne të kemi sharë në thonjza dhe ty. Dhe përpos kësaj mbi të gjitha, e vetmja gjë që unë them në atë voice është që Artemisa nuk ka pse ankohet pse nuk është më aq afërt me ne, sepse kemi thënë 30 herë për dalë, 30 herë nuk ka ardhur. Nuk ka shpirt, pse përqesh? Përqeshja çfarë ishte? Nuk ishte ashtu, nuk ishte ashtu. Unë nuk e di se si ke bërë në mimik, unë të dëgjoj në zë. Po çënci ka. Për aq kohë unë të dëgjoj ti kur më përqesh, patjetër që ndjen ti po na mbaron koha. Ti pranoj se duash. Ajo është një prank për të gjithë ata që ishin aty. Shoqja që është shoqë, vjen dhe ta tregon zemra do bëjmë prank. Kaq. Dhe dia unë si e luaja gjë. Dia unë si e luaja gjë. Gjithë gjë. Thjesht para e bëre dramë. Pranoj që s'më ke patur kur shoqja. Mund ta pranosh këtë gjë? Ndoshta kjo është ajo që ke dashur ti. Ndoshta kjo është ajo që ke dashur ti, mos je shoqe. Ndoshta kjo është ajo që ke dashur ti, mos jesh më shoqe. Ça bën moj? Ça bën? Artemisa ose ka ndryshuar shumë, ose se jam unë mirë, se nuk ka mundësi, po kur tha nuk kemi qenë ndonjëherë besti, aty Ky tha që ma ka vu vizën mu, kështu që nuk e di qa ka për të thënë, qa përballë ka për të thënë. Patos është një ata persona që çka ju bën tjerëve nuk i pëlqen kur ja bëjnë të tjerët, e kupton? Exactly, je ti. Mirë. Je mërzit nga fakti që përmenda Kristianën, kur thjesht nuk the për skandalin e paratonës. Qa nuk thash, vjen pasoj, shkak pasoj desë. Mirë, po çdo gjë është shkak pasoj. Çdo gjë është shkak pasoj. Ajo që the ti. Çdo gjë është shkak pasoj. Kur unë bëj një gjë që bën ti var turin, kur duhet jem unë ai që ti var. Unë si var turin. Ti e përmendë si gjë, si var turin. Unë të kam marrë sot, të kam dhënë mund të flasim dhe ke thënë jo. Po zot flas. Zot flas se kam marrë gjëra të tjera pastaj. Do të shkoni jep gojë saktë tani. Këtë pjesën e Kristianës mund të diskutojë shumë mirë. Po pastaj që rrihet çdo gjë poshtë mund të kem bërë për shoqërinë, pastaj s'u vjen mirë. Çfarë ke thënë fakto? Çfarë ke thënë? Jesi ke thënë kosti, ke thënë gjëra. Nuk kam se i marr vesh nga ata. Kupton çfarë kesh mund ta thosh unë sy, kupton? Se pastaj kur vjen kamera, me vënë që të kërno ashtu, kam shokun tim, secili nga ju që është poster, shkoni krijoni revolucion. Po jo pra se më vini natë normal që më keq. Po normal që do vini aty. Gjithçka më se kur ti përmend atë gjë që përmend. Hapë revolucionin ti. Hapë revolucionin ti. Hapë revolucionin tash. Jo po ka dalë desi ti, po e ka pa. Jam an përballë dhe i ka gjithmonë. Viktim. Ora, qa do bëjmë se po na zë gjumi, a do iki? Po qa loje po na zë gjumin? Kam një ide super video, 1 milion për la video, 1 milion. Kush desi? Si të punon truri tani në këtë orë për punë? Kush desi? Këtu s'është një. Mos e ke jashtë e pishina. Se pash. Unë jashtë isha, nuk e pash. Iku me vrap? Po pra iku i Do e këtë të gjumë me në... Mos ka i shpi. Se dhoma. Po se ishte pak i pire, ta gjemë ku është për gjemë. Kur piu aj? Pa piu pra, se pa piu, këtu piu andej. E qoni kërkoni. Desi. Kush bëllë video në për gjemë? Me, ta marrë njëri telefon, se s'kam bateri. Lesh ka përta. A ka seriozisht të kërkojmë desi tani? O Desar! Desi! Ju prisni që unë pas gjithë gjërave që ndodhën dhe u thanë me Desin shkoja ta ndiqja nga mrapa, në asnjë mënyrë. S'kam pse, asaj s'do e bënte. Pak se modhi komardare në kokë dhe u zum bashk.
Por çfarë bëjmë vëllai, na bëjmë Qa merak. do më ndrua i shpar? A s'është? Së shprani, kaj. Por mos i ka rënë fik në një vend vëllai. Unë nuk do dalë kërkoj desin, nuk e ndjej të dalë kërkoj desin. Në fund, çdo gjë ndodh për një arsye dhe kjo ardhja këtu sot ndoshta ka qenë një arsye shumë e fortë që disa njerëz tregonin fytyrat e tyre të vërteta, po me sa duket armiqti pas kam pasur më afër se çfarë mendoja. O të sartë. Qa është ajo bardha aty? Ja është mirë, më i shi mos garon e John Po des. Po hamër buzën Ama këtu të fjetë për Allah. Po qa bën këto gjona? A nuk ishte dhoma lart, po do flesh mbar? Po një ditë... O qa i gjusë është i Po qa fla gjusë është budalla? O desi po një ditë lindje kishim a burr, nuk e bëni do tamam? Qa bëna Ema, ko qa vini për tisnin gjithë tu, qa ka ndohë? Flen aty bar, si ku e la njëri bar me fjet. Tashi unë kisha ditëlindjen. Aldi bën pranks me thashe theme, tjetri mërzitet, tjetra qan. Më fal pak, po ditëlindja ime, se për çfarë unë blodhem aty për të ngjuar thashe themet e dramat e njerëzve? Nuk është e drejtë, desi shkon hum në përpyll. Ç'a po bëjmë këtu? Po bëjmë cirk. Një orë du të kërku në për vend. Si janë normal. Marë që krobat e mija unë tiki. Në pun time. Në paf njeri ima mu. Ándale!